Përshëndetje! Sot do t'ju tregoj edhe një recetë të specave të mbushura me mish. Kësaj radhe, në vend të specave të freskëta, do të përdori speca ntushi. Përbërësit që na duhen janë speca ntushi, këtu kam 9 speca ntushi, 1 kg mish i vluar i viçit, 4 qep, 250 g oriz, 600 g salcë tomatesh, gjys lugë biber të zi të ushqimit, 1 lugë biber të kuq, spes të kuq, edhe 1 lugë të ushqimit kryp, edhe vaj lule dielli. Ja fillojmë me coptimin e qepëve. Jo shumë imt, po edhe jo shumë copa të mëdhaja, mesatare. Tash ndezim zjarmin, temperaturë të lartë. Qesim vaj. Edhe ja fillojmë me fërku qepën. Kur që të përgoni qepën, duheni me nejtë edhe me rëzi non-stop, jo mu largu, derisa të përgohet edhe të merë kështu një ngjyrë të artë. Kur të përgohet qepa, e me këtë ngjyrë, e qesim mishin. Edhe i përzim bashkë. E përzimi mirë qepën edhe mishin, derisa mishi të me një ngjyrë të kaftë, s'ka nevojë edhe shumë më përgu mishi. Tash, ja shton 1 lugë spec pluhun, spec kuq, 1 lugë gjellës, 1 lugë kryp, edhe në gjys lugë biber të zi, edhe vazhdojmë në të zi. Tash shkon salcën e domateve.
Kur të përzihen krejt përbërësit mirë, e nalim zjarmin, edhe ja shtojmë orizin. Orizi është i larmur. Shtojmë edhe përzim. Përzimi derisa të përzihet orizi mirë. Mbushja është gati, tash i mbushim specat. Ndërkohë, e ndezim furrën në temperaturë më të lartë. I mbushim specat. Specat janë speca në turshi. Specat e mia nuk kanë shumë kryp, nëse ju keni speca turshi që kanë shumë kryp, i shpërlani me ujë të ftoftë. Specat turshi, specave të mbushura i japin një shije shumë pikante. Kështu që ju rekomandoj me përgatit. Përqesim krejt mbushjen tani. Edhe e shtym nëpër mes specave, çdo kon. Tash ja qesim ujin. Ujin e qesim derisa të mbulohet orizi edhe mishi. E të shty krejt orizin në ujë që mos me qenë jashtë. Afërsisht 20 minuta kanë kalu, edhe specat në skuq pak. Kur të skuqem specat me një anë, tash i kthejmë në anë tjetër.
Tash I kthejmë prapë në furrë që mu skuq edhe ana tjetër e specave. Edhe 20 minuta tjera kanë kalu, specat e mbushura janë gati. I hekim prej furrës. Kjo ishte edhe një recetë e specave të mbushura me mish. Faleminderit shumë për vëmendje. Mirupafshim në videon e ardhshme.